Kishte kërkuar ryshfet prej 100.000 eurosh dhe kishte marrë gjysmën e parave 50.000 eurot, arrestohet ish avokati i shtetit Fehmi Stafa. Nga Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se Stafa ryshfetin e kishte kërkuar për të ndikuar tek një gjykatës i apelit. Gjatë periudhës nga tetori deri më 13-12-2025, i dyshuari ka pranuar një shumë totale prej 50.000 eurosh për të ndërmjetësuar dhe për të shfrytzuar ndikimin e tij me qëllim që të ndërhyjte një gjyqtar i gjykatës së apelit në Shkup dhe përmes ryshfetit ndaj gjyqtarit të ndikojë në kryerjen e një veprimi zyrtar që nuk do duhej ta kryhej. Siç bën me dije, MPB-i dyshuari fillimisht ka kërkuar 100.000 euro për të ndikuar në heqjen e masës së paraburgimit të caktuar ndaj një personi, i cili është i pakapshëm për organet e ndjekjes dhe kundër të cilit Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit po zhvillon një procedurë tjetër për vepra penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë. Më 6/10/2025, ai ka pranuar një pjesë të shumës së kërkuar, konkretisht 30.000 euro, të cilat janë dorëzuar nga motra e personit në Arati. Më 13/12/2025, ai ka kërkuar dhe pranuar drejt për drejt edhe 20.000 euro të tjera, si pjesë e ryshfetit që kishte kërkuar për t'i dhënë gjyqtarit. Pas pranimit të parave, ai është ndaluar dhe tek ai janë gjetur parat. Arrestimi i Stafës vjen pas një ser polemikash që ndoqën emrin e tij për muaj të tërë gjatë pushtetit të kaluar. Ai u shkarkua nga posti i avokatit të shtetit me vendim të qeverisë, në të njëjtën kohë kur u shkarkua dhe ish drejtori i policisë financiare Arafat Muharremi, me të cilin Stafa, sipas informacioneve në Opinion, ishte në një luftë të heshtur. Emri i tij u përmendi edhe në skandalin që përfshinte pagesën e honorareve për prezantuesen televizive Besmira Jupi, të cilës i pagoi një total prej 247.658 denar përmes 11 transaksioneve për angazhime pune jo ekzistente. Paralelisht, Stafa u përfoli edhe në rastin Trust përkatësisht pamundësinë e shtetit për të mbledhur dëmshpërblim prej rreth 17 milion eurosh nga biznesmeni Sead Koçan, gjithsesi se gjatë procedurës së falimentimit të kompanisë së Koçanit u mundsua tjetërsimi i pronës, gjë që e la shtetin pa mundësinë e konfiskimit. Fehmi Stafa e ka ushtruar funksionin e avokatit të shtetit nga gushti i vitit 2018 deri më 23 gusht 2022, kur u shkarkua. Stafa aktualisht është avokat. Fehmi Stafa së fundmi ishte kandidat në thirrjen publike të kuvendit për antar të Këshillit Gjyqësor.